Si ishte turizmi këtë verës? Ishte më i dobët. Ishte më i dobët? Më i dobët, absolutisht më i dobët. Qeveria ka miratuar shumë resorte, sidomos në jug. Po resorset... Si ndihmojnë këto në rritjen e turizmit, se në fakt një nga njerëzit të cilën e pyeta, ekspert, më shpjegonte që të gjitha gjërat vinë nga jashtë. Perimet, mishi, dreqi, nuk është e gjitha kështu. Nuk është e gjitha? Nuk është e gjitha kështu. Po prodhojnë shqiptarët? Prodhojnë, ka vende që prodhohet, po kishe një problem. Mua djem ndodhi, isha duke shkuar në pres, dhe në Podgorie, në të fshatin në ty Buzrrugës, pash një fermer që po punonte bashkë me gruan dhe nënën me qep. I kishe mbuluar qep. Mu duk një imazh i bukur dhe zbrita. Po kur zbrita u trondita. Unë zbrita të bëja një video me idenë që sa të bukura qepët në rrugë, po ai më tha, kam 5 ton këtu, tha, dhe nuk i shes dot. Si nuk i shetësh, e kam postuar në profilin tim në Instagram, dhe është një prej postime që ka marrë 5-600.000 shikime vetëm në Instagram për 24 orë. Dhe më tha, unë tha, këto qep, tha, mundova t'ja shes dikujt, tha, me 500 lek, pasaj zbrita 400 lek kilën dhe s'ma ble. Po sa shitet kile janë Tirani, thash 1200 dhe 1300. Sigurisht. Po, dhe unë tha, këto dhihet, tha, gjithë qepët. Patatet, tha, i shita ca, tha, erdhi me mori dikush, tha, po prap më ngelen tjera. Pra ti, thua, nuk kemi prodhim dhe sillim nga jashtë, ndërkohë që këtu me siguri ka ingranazhe, monopol, që çojnë në këtë nivel. Se pse ota shesësh një qepër 1200 lek, kur e merr me 300 lek. Se ka qenë një fjalë e urtë popullore që thoshte kripa është e lirë në Durrës, po e ha qeraja rrugës. Nuk e di e mban mend. Po qeraja nuk mund të jetë 400%. Çfarë që të bësh? Dhe ne flasim për një prodhim të jashtëzakonshëm, sepse është i freskët, është bio, është i freskët, nuk është i mbajtur në për magazina në kohë gjatë. Dhe unë jam ekspert bujqësie, di të them vetëm një gjë. Rritja e strukturës turistike është e nevojshme, sepse Shqipëria deri tani nuk ka asnjë strukturë turistike, ose shumë pak, 3-4, të një standardi të mesëm e lartë. Ka kryesisht struktura modeste. Në qoftë se ne dalim dhe themi lartë e poshtë, dhe kam dëgjuar këtë dhe nga qeveritar, dhe më vjen shumë keq sepse këta janë njerëz që kanë dalë sot, që ne do marrim turizmin elitar, po ja them me një fjalë, turizmi elitar dhe një dekadë tjetër nuk shfaqet në Shqipëri. Pse? Sepse, ja po ta them. Turizmi elitar vjen me jahte. Ju keni qenë në Greqi, në Itali, në Maltëzi po të marr, që kanë ku i parkojnë jahtë, ku i parkojnë jahtë në Shqipëri. S'ka një port tjetër. Asnjë, është vetëm majori Kumit që mban jahte deri në një madhësi caktuar, po dha ato zë me jahtet e shqiptarëve. Jahtet janë aty. Si do zbresi ai njeriu nga jahti dhe ku do zbresi në port në Bregdetin shqiptar s'ka asnjë bankinë tjetër nga varka. Do të hidhesh deri këtu në ujë. E dyta, ai turisti huaj që vjen, i cili shpenzon edhe miliona euro me blerje me gjëra, ku do blej? Ku? Vetë qendrove me motive popullore, ku? Ti s'ke një dyqan të brand name apo jo? Ai do të shkojë në një hotel që e ka garanci, që është international name. Më thuaj cilin keti nga Melia në Durrës i vetmi dhe Green Coasti që është M Gallery në jug. Ti s'ke asnjë hotel tjetër brand ndërkombëtar, apo jo? Një njeri i pasur shkon në këtë nivel. Ti s'ke asnjë vilë me shërbim të nivelit lartë. Ti nuk ke, nuk e ofron dot. Dhe ne duhet ta mbledhim mendje dhe themi, këta njerëz. Ti vadhësh ajo, Prado ato. Po Prado po nuk është brand name. Ai hoteli tjetër. Po janë hotelet janë të mirë, administrohen shumë mirë. Po nuk janë emër ndërkombëtar. Këta shkojnë në Four Seasons, në Aman, se ky nivel është. Po. Janë me ti s'ke. Po si marrin këta tani këto emrat? Po ti marrin ku janë hotelet. Do standardet. Pra ti dyshimet e tua janë që ne. Po jo nuk bëjmë, nuk kemi. Vetëm tek këto nivele të. Ne mbetemi, shiko, ai pëlqejnë Shqipërinë, e pëlqejnë edhe tuaj të pasur. Ama mbas 24 orësh nuk kanë çfarë bëjnë. Ma thuajti mua një njeri që vjen në një nga detet më të bukur që ka globi, që është deti i Jugut. Ky edhe ju bëni pushime. Qartë. Veç para ditës në det, çfarë mund të bëjmë mbrapa? Asgjë. Ku është qyteti që ai shkojnë në darkë? Ose duhet flesh. Ai shkon në Bregdetin e Francës apo të Italisë. Po ai në darkë ka restorante shumë të mira, ka dyqane shumë të mira, dalin grad, po ku do shkojë më ky turisti? Ky turisti me që do paguaj 1500 euro nata, siç pretendojnë këta. Çmimet ne i kemi për këtë nivel turisti? Po turisti që na vjen është nivelit të mesëm e poshtë. Tani më vjen keq, çmimet janë kërkesë oferte. Ne do mbetemi te këto nivele që vinë ata me makinat, parkojnë makinat dhe kanë mbrapa aty qeren. Kam parë një nga këto si quhen tani gazebo apo këto që i marrin ato që paguen 5.000 euro dita për të ulur 4 veta, po 5.000 euro dita nuk ka standard Shqipëria. Ku kanë 5.000? Nuk sa mil, 5.000 euro për të marrë një nga ato kabanat.
Po vajta njerën se s'dua t'i them emrin. Fal, jo s'dua dhe unë ta them emrin, po vajta në njerë. 5.000 euro. Shiko, ai ka të drejtë, sa i thot ma paguaj. Fikën dritat dhe nuk dini ato nga Mender Alea. Ai thot se u fikën dritat dhe aty s'punon të gjithë. Ai thot ma paguaj. Thoshin u fikën kësa mil, u fikën dhe këtu thosh. Ai ka të drejtë të thot që mua ma paguajnë, se ndoshta ka njerëz që paguajnë, dhe shqiptarët vazhdimisht shpenzojnë për budallëqe, po në parim Shqipëria nuk e meriton atë çmim. Fevzi ti ishe këtë përveç Shqipëri i ke jashtë këtë vit? Po. Nga sa vendet kanë mbetur gjithsej? Po ka shumë. Kanë mbetur vende që s'ka popullsi, nuk ke pse të vesh Fevzi se. Po mira, po si futëm ato pastaj s'mbeten. Han dhe Karfegra. S'mbeten shumë, po janë ato. Kam edhe një pyetje tjetër Fevzi. Doli qelloj që të vizitoja një vend shumë çuditshëm, Bolivin, ku është një salar dujuni. Po aty rrezikshin Boliviet. Po aty është një salar dujuni, një vend ku me krip, liqen kripe, po ujë s'ka më. Kripa është deri 120 metra thellësi, ka 52% të rezervave të kripës gjithë botës, dhe Befas kishin zbuluar edhe 70% të rezervave të litiumit. Ja. Dhe isha me vete me batonin, dhe e pyeti shoferin e taksis batonin, tha, kuj do e jepni këto litiumit? Batoni s'li njeri pa pyetur. Dhe i tha, kinesëve, tha, patjetër, kinesët tha, Kinesët i marrin dhe ky vetëm për Batoni tha, mos i jepni gjë kinesëve, tha, se s'do ju lënë. Tani lexova në lajme që e kishin marrë amerikanët. Kishin marrë. Tani të pyetje të fundit kam unë Fevzi, një njoftim i rënd ka dalë këto ditë, nuk e dija ishin në Shqipëri ti, që profesor Pilinqit, që ka dalë dhe ka kërkuar dhe qeverin dhe po pret që të zërë zyrat tani ti kap, të largohet Rama, sa më parë dhe të zërë vendet, i rrezikohet jeta, u doli njoftimi, por ai doli bëri për gënjeshtrim. Po, a ishte i vërtet ai se mos ishte? Jo, ajo për gënjeshtrimi, ai thot nuk më ka ndodhur, se njoftimi thoshte që edhe dronët që kanë dalë tani në këtë pjesën e Ballkanit e këto vinë me qëllim për të goditur Pilinqin e kështu, po duket nuk është e vërtet se e përgënjeshtroi ky vet. Po mirë, ky është lajm i mirë. E bëri përgënjeshtrim lajm i mirë, sigurisht. Por ai vet thoshte që ka marrë miq për katës. Thoshte Francën, Anglinë dhe Serbinë, të cilët gjithmonë kanë luftuar. Me Serbinë e kemi më kollaj. Me Francën, me Anglinë kemi një problem, se unë mendoj që shteti ynë duhet marrë masa për ta ruajtur zotin Pilinçi, edhe përveç mbrojtjes që ati japin këto. Po pse ti ka fuqi shteti shqiptar që nëse Po mirë, po ka një problem tani, po ti me Francën, me Anglinë kemi problem se ti e di atë këngën e famshme që mor armën me luftue për liri për atë. Tash sa vonë ke kuptuar se armiku ish me ne. Është i problemi është ne me Francën, me Anglinë jemi partner. Si t'ja bëjmë? Po tani si kanë vajtur. Mendoj që Franca me Anglinë na kenë me hile dhe të. Ai e thoshte. Tani si mendon pse të mos jetë me këto gjendje që ka arritur Shqipëria e të gjithë? Pse të mos jetë Pilinçi në pushtet? Qeveria që ka bërë të gjitha. Po unë duhet ta bëj edhe pak më publike qeverin, duhet të jenë aktiv ministrat e tij. Po i paraqitja ai nuk ishte. Po mirë, po duhet të jenë aktiv në media.